Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Rrëfi me Jete, për të ndarë një histori shumë të dhimbshme. Sonte do të ndaloj tek një shkrim që më ka ardhur nga një nënë shqiptare. Unë këto nëna i quaj nëna heroina, sepse historia që do të dëgjoni, kjo zonjë nderuar, kjo grua e mrekullueshme, ka sakrifikuar jetën e saj për të bërë të lumtur një familje që realisht nuk e ndërtoi vetë, por e gjeti. Ajo e rriti djalin, u kujdes për djalin, por djali në kohën kur u martua, mori veten, hoqi dorë nga nëna e tij. Nuk e kisha menduar kur që jeta ime do të përfundonte në një dhomë të vogël azili, duke parë nga dritarja njerëz që kalojnë dhe nuk din historinë time. Ndonjëherë mendoj se po ta dinin, ndoshta do të ndaleshin për një moment dhe do të kuptonin se sa e çuditshme dhe e padrejtë mund të jetë jeta. Kur u martova me burrin tim, e dija që ai kishte një djalë të vogël nga martesa e parë. Gruaja e tij kishte ndruar jetë nga një sëmundje e rëndë dhe djali kishte mbetur jetim nga nëna. Shumë njerëz më thanë të mos e merrja atë përgjegjësi, sepse të rrisësh fëmijën e një gruaje tjetër nuk është e lehtë. Por zemra ime më la që të mendoja jashtëzakonisht gjatë. Ditën që hyra në atë shtëpi, pash një djalë të vogël që më shikonte me sytë e trembur. Ai nuk më thiri menjëherë nën. Për shumë kohë më thëriste vetëm në emër. Por unë nuk u mërzita kur. I gatuaja, e çoja në shkollë, e prisja kur ai kthehej. Dal nga dal ai filloi që të më afrohej. Një ditë pa e menduar më tha, mama. Atë ditë unë realisht qava nga gëzimi. Por jeta kishte plane të tjera për mua. Pas disa vitesh martesë, burri im u sëmur jashtëzakonisht rënd. Fillimisht menduam se ishte lodhje, por më pas mjekët na thanë një lajm që na tronditi shumë. Ai nuk do të mund të ngrihej më nga shtrati. Sëmundja e tij ishte e rëndë dhe do të kërkonte kujdes të vazhdueshëm. Shumë njerëz u larguan nga ne. Miqtë u ralluan, familjarët filluan të na vizitonin gjithnjë e më pak. Por unë nuk u largova. Për 13 vite me radhë, çdo ditë e çdo natë qëndrova pranë tij. I jepja ilaçet, e ushqeja, e ndihmoja që të ulej, e pastroja. E mbaja dorën kur kishte edhe dhimbje. Kishte net që unë nuk flija fare, sepse ai kishte temperaturë, ose nuk mund të merrte frymë mirë. Ndonjëherë qaja dhe fshehurazi në kuzhinë, por kur kthehesha në dhomë, buzëqeshja për t'i dhënë atij njeriu forcën. Ndërkohë djali i tij po rritej. Unë e rrita sikur të ishte djali im. Ja bleva librat e shkollës, ja lava rrobat, i bëra ushqimin e preferuar. Kur kishte probleme në shkollë, shkoja unë të flisja me mësuesit.
Kur u bë adoleshent dhe filloi që të ndryshonte, prap nuk u dorëzova. Mendova se një ditë do ta kuptonte sa shumë unë e doja. Vitet kaluan kështu njëra pas tjetrës. Burim shpesh më shikonte me sy të mbushur me lot dhe më thoshte mua: "Ti më ke shpëtuar jetën. Askush tjetër nuk do ta kishte bërë këtë gjë për mua që e bëre ti." Por unë nuk e bëra për falenderime. E bëra sepse unë e doja. Pas 13 vitesh në shtrat, një natë ai mbylli sytë. I mbylli sytë për gjithmonë. Dhoma u bë papritur e heshtur. Për herë të parë pas shumë vitesh nuk kishte më nevojë për ilaçe, për kujdes ose për net pa gjumë. Por bashkë me të sikur u shua edhe një pjesë e jetës time. Pas varimit, djali i tij filloi që të ndryshonte. Nuk ishte më ai djali që unë e kisha rritur. Filloi të më fliste ftohtë e të më shmangte. Më thoshte se shtëpia ishte e tij, se ai kishte familjen e vet për të menduar. Unë nuk kërkova asnjë gjë, me thënë drejtën. As pasuri, as para. Kërkova vetëm të qëndroja në atë shtëpi ku unë kisha kaluar kaq vite të jetës time. Por një ditë ai erdhi me një vendim që më theu zemrën. Më tha se nuk mund të më mbante më në shtëpi, se gruaja e tij nuk ndjehej rehat fare, se ishte më mirë për mua të shkoja në një azil ku do të kujdeseshin për mua. E mbaj mend atë ditë sikur të ishte sot. Ai po më fliste dhe unë nuk e besoja dot. Po shikoja atë djalë që kisha rritur me duart e mia dhe nuk po e njihja më. Kur mbëritëm në azil, ai më përqafoi shkurt edhe më tha se do të vinte të më vizitonte. Pastaj u kthye dhe iku. Unë qëndrova aty me një çantë të vogël në dorë dhe me zemrën e thyer. Kanë kaluar shumë muaj që nga ajo ditë. Nganjëherë i ulur pranë dritares dhe mendoj për jetën time. Nuk jam penduar që e mbajta burin tim për 13 vite në shtrat. Nuk jam penduar që e rrita atë djalë sikur të ishte imi. Por ajo që më dhem më së shumti është një pyetje që më rri gjithmonë në mendjen time. Si është e mundur që dashuria dhe sakrifica e një jete të tërë të harohet kaq shpejt? Ndonjëherë shpresoj që një ditë ai djalë të vi në këtë derë dhe të më thotë: "Mami, më fal." Ndoshta ajo ditë do të vi, ose ndoshta jo. Por deri atëherë do të vazhdoj të pres. Do të pres pranë kësaj dritareje me kujtimet e mia dhe me zemrën që ende di të fal.